Atëherë u linda në Tiranë, kemi jetuar këtu ke rruga Durrësit, pjesën më të madhe. Në fillim kur u linda ishim në Laprak. Babajnë e kam pasur oficer në kohën e luftës gjoja, por për shumë pak kohë natyrisht, sepse si dropullit neve që atëherë filluan ato që do të pasojnë dhe më vonë ato që do të them dhe unë. Mama ime ka punuar në fabrikën e këpucëve dhe mamaja ime është lindur në fshatrat e Gjirokastrës, ajo është nga Glina, që nëse e dini, ma mërmendja se gjithë Shqipëria e di se kush është Glina, është vendi ku del ai uji që është një ujë i trashë dhe është terapeutik, është domethënë për gurët e veshkave dhe gurët në mëlçi, por natyrisht tash e kanë kthyer në biznes dhe uji origjinal nuk është ai që shesin. Uji atëherë në kohën e Enverit i dërgonin doktorët të gjithë njerëzit që ishin të sëmurë me gur në veshka ose në tëmbë. Shiko, më pëlqen mënyra se si trajtojnë gjërat, që shikon edhe anën negative dhe anën pozitive. Po, natyrisht. Sepse ne njohim ujin Glina që e blejmë të gjithë në përmarkete që ujë me gaz. Buron nga burimet e Glinës apo jo, për te vetive kurative që ka për gjithë ata që kanë, siç e thatë edhe ju, probleme veshkat e tjera e tjera. Por tashti e shesin. Ju po thonë që nuk është ai uji Glina? Jo. Ai që shitet tani në dyqane e kanë bërë ujë të gazuar. Pra Glina vet nuk ka ujë të gazuar? Jo, fshati si fshat ka vetëm ujë në një burim dhe ajo bile është pik tashti, nuk ka aq shumë, ka shumë sigurime njerëz me kuaj në mal të malit kur vajta para 3 vjetësh, e pash domethënë që nuk lejonin njeri që të shkonte ke burimet e ujit. Ndoshta ajo ka dhe të mirën e vet dhe të keqen e vet, sepse njerëzit nuk janë gjithë të mirë ose të gjithë të këqij, kështu që ishte për siguri. Tashti uji i Glinës në ato kohë ka qenë është një ujë i trash, që nëse do të lash duart me sapun për shembull ose të lash kokën ose trupin nuk bën, sepse sapuni bëhet si gjiz. Kaq i fortë është ai uji mineral dhe në kohën e Enverit, po. Në kohën e është uji i rënd, që mezi pihet, sikur je duke pirë pothuajse vaj. Dhe ajo në kohën e Enverit ai uji është përdorur për terapin që tham për gurët dhe në kohën e Enverit ka qenë një spital për burra, një spital për gra. Po aty të ujë Glina. Po, brenda në fshat, në ujin e Glinës atje, edhe doktori i rekomandonte njerëzve që të pinin, nuk e di, 2 a 3 a 4 gota para buke, mbas buke, nuk e di gjatë ditës, domethënë, dhe bënin një kur për 2 javë, më duket, nëse mbaj mend tamam. Ai uji tash është marrë nga njerëz të tjerë, biznesmena, është bërë fabrikë, është bërë private, është bërë ndryshe. Unë gëzohem që njerëzit përparojnë, se njerëzit tanë janë. Nëse sido që të jetë për aq kohë sa, siç e thatë që ai nuk pije, nuk përdori për konsum vetjak, sigurisht që kompanitë kanë bërë investimet e veta dhe ndoshta mund të kenë hapur puse etj, pra nuk i hyn fare kësaj pjese. Jo, mirë kanë bërë. Më bën përshtypje duke qenë se ju e nisët bisedën me pjesën e ujit Glina dhe për ta ditur si zanafill për gjithë ata që e dëgjojnë për herë të parë këtë intervistë ose ndoshta nuk e kanë dëgjuar ndonjëherë. Uji Glina buron me gaz apo përpunohet në fabrikë dhe... Jo, nuk buron me gaz, përpunohet në fabrikë. Për arsyet e tyre, ka dhe ajo të mirën e vete, natyrisht jam e sigurt që çdo gjë i bëjnë në bazë të ligjit, unë nuk mund të flas për ato gjëra, unë them për ato vite. Domethënë të mbetemi në prejardhjen e nënës time. Sigurisht. Nëna ime është rritur jetime. Në kohën e gjermanëve nëna e saj ka vdekur me heart attack, me pushim zemre nga frika se Gjermani i hypi sipër në balkon dhe e pa dhe u trëm në gjumë, kurse gjyshi im ka qenë në Amerikë përpara 30-s dhe kur erdhi Enveri u mbyllën domethënë ato kufit, edhe gjyshi im ngeli jashtë dhe faktikisht ishte në Florida, atje ku jam edhe unë tani, por në qytet tjetër. Kemi një daj, kam një gjysmë daj atje. Gjyshi im ka qenë Hristo Qiriaqi, që ka qenë klarinisti i parë për të gjithë Dropullin. Ai ishte muzikant, shkonte në përdasma dhe ai krijoi një simfoni, domethënë një grup, njëri me defin, tjetri me lautën, me violin, çka kishin ato, edhe shkonin domethënë në përvende për sebebe të ndryshme dhe ka qenë domethënë pas ka qenë qefli gjyshit për aq kohë sa i binte leglave muzikore. Po, tashi ka qenë
i talentuar, dua të them, jo qefli, po i talentuar, se të kesh, domethënë të dhëna muzike ke talent. Si për shumë gjëra të tjera piktorie, më thash. Tashti gjyshi im ngeli andej, mamaja ime me motrën e saj dhe me të vëllain, ngelën domethënë në Glin, u rritën me një gjyshe, edhe u martua me babain tim që ishte në një fshat përballë që quhet Frashtan. Në Frashtan janë disa fise vetëm, jo shumë, edhe fisi Kazaqi është fisi më i madh, sepse mbaj mend që gjyshi im dhe gjyshja ime kanë pasur 9 fëmijë. Të 9 fëmijët kanë bërë fëmijë dhe ne kemi qenë 40 kushurinë të parë. Tashi një pjesë e tyre kanë vdekur, një pjesë janë 70 vjeç, 75 vjeç, 76 vjeç. Pas një krijuar vetë fshatin. Po, ata e kanë krijuar, unë jo, se unë s'kam qenë aty, por ishte një kënaqësi e madhe për mua në Behar të shkoja, atje ku kalonin duanin, në qoftë se njerëzit prodhohej duani në fushat e Dropullit edhe shkonin gratë më shumë, domethënë pjesa më e madhe e grave, ngrihen orën 2 të natës, 3 të natës, edhe vinin disa përparse të bardha si çallma, kështu që të ndalojë dielli, se ishin në pikë të diellit. Edhe mblidhin thas me duan dhe pastaj shkonin në angar që thonë, që ishte një vend i madh, domethënë një hapësirë që përdoi për tharjen ose për punimin. Po, dhe i vinin të gjithë, uleshin gjithë poshtë dhe vinin në spango dhe i bënin armatha quheshin ato. I vinin ato gjethet e duanit në mënyrë të tillë dhe pastaj i varnin që të thaheshin. Dhe kur shkoja unë në fshat, bëni shaka kushurirat e mia se unë kryeqytetare nuk dija. Edhe kur veja aty qeshnim dhe mbaj mend domethënë që bëni shumë shakara vajzat edhe gratë njëra me tjetrën, ngacmonin njëri tjetrin, por ndërkohë ajo competition, si i thon, ka qenë shumë me lart, se kush do bëj më tepër, se natyrisht do paguheshin. Gara e punës, le të. Po. Unë kam njoftur shumë pak gjyshen dhe gjyshin, më pak gjyshen, se ajo vdiq, domethënë më herët se gjyshi, po domethënë grua e madhe. Edhe mbaj mend një herë që ka ardhur këtu në Tiranë, në këtë shtëpi që jemi tani dhe kemi pasur obor, edhe doli për jashtë të ndente rrobat edhe i vinte kapsat mbrapsh. Edhe unë si e vogël atëherë, domethënë gocë e re, 10 vjeç, 11 vjeç, tallesha me gjyshen dhe thosha, "Ua, si ke varur ti kështu këto?" Po ja që nuk duhej, sepse shiko tani që po rritemi të gjithë, edhe unë tani i them fëmijëve të vegjël, si dhe djalit tim, që mos u tall me moshën e madhe se do vish, atje ku isha, atje ku je unë isha, dhe atje ku jam ti do vish. Portokalle është kjo botë. Atëhere, si ke marrëdhëniet me Greqinë? Pra, the që prejardhjen e ke nga Dropulli, por ndjehesh ose